Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashur miq, të nderuar ndjekës, mirë se erdhët në emisionin Meditime Ramazani. Sonte në studio kam të ftuar Hoxhën e nderuar Adem Shahini. Hoxh, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se u gjet. Faleminderit. I nderuar Hoxh, çdo moment në muajin e Ramazanit ka një rëndësi dhe ka një vlerë shumë të madhe, ku besimtari apo besimtarja e ka për detyrë që shfrytëzojë çdo moment me adhurime të ndryshme, me punë të hajrit dhe me vepra të cilat e afrojnë atë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Porse, 10 ditë i Ramazanit i fundit ka një rëndësi më të madhe. A mund na tregoni, a mund na thoni diçka më tepër në lidhje me veçurinë dhe me rëndësinë e madhe që ka ky 10 ditë i fundit i këtij muaji të begat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht e falenderojmë Allahun azza wa jall, i cili na ka mundësu me arriti muajit të begat. E arritja këtij muaji është një mirësi e jashtëzakonshme, alhamdulillah. Salatë dhe selamit ja çojmë pejgamberit tonë dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Islami është me falendëruar njerëzit që të nderojnë dhe të respektojnë, dhe unë me këtë rast shpreh respektin dhe nderimin tim dhe falënderimin tim ndaj jush për ftesën. Zoti ju shpërbleft që na jepni mundësi që të shprehemi dhe të kontaktojmë edhe me njerëz jashtë xhamisë, do të thonë, me anë të kamerave tuaja. Faleminderit shumë. Faleminderit jush. Atëherë, siç thamë, muaji Ramazan është një dhuratë shumë e madhe për muslimanët, është një dhuratë e jashtëzakonshme dhe çdo, ashtu siç edhe ceke, çdo minutë, çdo sekond, çdo moment i tij është shumë i rëndësishëm, të cilin duhet ta vlerësojmë në maksimum dhe ta shfrytëzojmë për me fitu sa më shumë nga ai. Por se brenda muajit Ramazan, koha më e mirë e muajit Ramazan, kulmi ose kulminacioni i tij është padyshim 10 ditë i fundit i Ramazanit, të cilit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto 10 ditë i ka dhënë një rëndësi të veçantë. Siç transmeton Aisha radiallahu anha, bashortja e tij dhe nana e jon, nana besimtarëve, thotë se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam përpiqej në Ramazan më shumë se sa përpiqej jashtë Ramazanit, ndërsa kur vinte 10 ditë i fundit i Ramazanit përpiqej më tepër se sa pjesa tjetër e Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'u kushtuar sa më shumë kësaj kohe me adhurim, me punë të mira, bante itikaf 10 ditën e fundit. Dhe me thanë, futi në xhami dhe këtë 10 ditë që kalonte në itikaf veç me adhurim, për ta shfrytzuar në maksimum këtë kohë. Dhe plus kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte i kujdesshëm vetëm për veten e vet që ai ta shfrytëzonte në maksimum, por kujdeset që edhe familjarët e tij ta shfrytëzonin këtë kohë, siç thot po Aisha radiallahu anha, thot se kur vinte 10 ditë i fundit i muajit Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e xhalleronte natën komplet. E zgjonte edhe familjen dhe e shtrengonte rripin. 3 cilësi tregon pejgamberi sallallahu këtë 10 ditë. Në shtrengimi i rripit kanë thënë 2 kuptime. Kanë thënë kur njeriu do të bën një punë serioze, më ia dhon hakun, kanë thënë me shtrengon rripin. Pra më u koncentru tamam, me bën siç duhet. Në kuptimin figurativ. Më i dhan hakun. Kurse e dyta kanë thënë është kuptimi u largonte nga marrëdhëniet bashkëtorë gjatë 10 ditë, pra i përkushtoi komplet adhurimit ndaj Allahut azza wa jall për shkak të atë vlerës së madhe që ka kjo kohë e begat. Kuptohet që kjo është një kohë me një vlerë shumë të madhe. Nëse do të pyesim, duhet parashtrojmë një pyetje në lidhje me veçuritë e kësaj nate. A ka veçuri? Nëse ka, cilat janë veçuritë dalluese të kësaj nate, në mënyrë që miqtë tanë, dëgjuesit tanë të na ta kuptojnë pak më qartë, pak më haptazi. Ajo që i jep vlerë këtij 10 ditësh më shumë se sa ditë të tjera është të qenurit në të nata e 4. Nata e 4 është
nata më e madhe e gjitha netëve. Është një natë e jashtëzakonshme me bereqete dhe me mirësi të shumta. Nëse do t'i radhisnim disa prej këtyre veçurive specifikave të natës e Kadrit, do të thonim për shembull se nata e Kadrit ndryshe me Kur'an është quajtur si natë e bekuar. Ku thot Allahu Azza wa Jalla në surën Dukhan thot inna anzalnahu fi lejletin mubarake. Ne e kemi zbritur atë Kur'anin në një natë të bekuar. Pra e quajnë natën e Kadrit natë të bekuar Allahu në surën Dukhan. Këtë natë Allahu Azza wa Jalla një specifik tjetër e ka zgjedh Allahu për me zbrit shpalljen e tij të fundit, Kur'anin famlar. Ka dhe transmetime nga pejgamberi se edhe librat e tjerë kanë zbrit në Ramazan për në të ndryshme. Ndërsa Kur'ani ka zbrit, ose tha ndryshe, ka fillu zbritja e tij në natën e Kadrit, si thot Allahu Azza wa Jall në surën që e ka quajtur me emrin e kësaj nate, surja Qadr, thot inna anzalnahu fi lejletil Qadr, ne e kemi zbritur atë Kur'anin në natën e Kadrit. Në lidhje me këtë, ulemat kanë thënë se në natën e Kadrit Kur'ani ka zbrit nga Leuhi Mahfudhi komplet në Bejtul Izza, do të thonë në qiellin e dunjas, dhe nga qielli i dunjas pastaj i ka zbrit pjesë kohë të ndryshme për 23 vite më radhë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër veçuri e kësaj nate është se në këtë natë Allahu Azza wa Jall ju bën me dije melaikeve përkatës për kaderin e krijesave gjatë gjithë vitit, deri në Ramazanin tjetër. Deri në natën e Kadrit të Ramazanit tjetër të ardhshëm. Thot Allahu Azza wa Jall për shembull në surën Dukhan fiha, thot natën e Kadrit yufraqu kullu amrin hakim. Thot në këtë natë zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë. Allahu Azza wa Jall, siç na ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka shënu kaderet e krejt krijesave, çka ka menduar, gjithçka në Leuhi Mahfudh 50.000 vite para se me i kriju. Krejt janë shënuar atje të ruajtura. Dhe ata çka janë të ruajtur kaderi i tyre zbret për një vit, Allahu ju a bën me dije me lekëve përkatës, për një vit kush ka me lind, kush ka me vdek, risku, sprovat, krejt çka ka me ndodh për një vit. Thot Ibn Abbas në fjalë shumë bukur, thot mund ta shikosh njeriu i cili përpiqet duke furnizuar familjen e tij me ushqime, me gjëra ndryshme, ndërkohë që ai është caktuar me vdek atë vit, nuk e din. Natën e Kadrit atij, do të thani është caktuar, ose po thon ndryshe, ju është bërë me dije me laikeve se filani ka me vdek. Ai punon dhe përpiqet sepse nuk e din normalisht. Kjo natë për ta kuptuar mirë se sa e vlefshme është ajo që Allahu Azza wa Jall e ka quajtur më të mirë se sa 1000 muaj. Çka ka thënë? Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Pra nuk ka thënë është sa 1000 muaj, po më e mirë, se sa më e mirë, veç Zoti i Madh e din. Më e mirë. Dhe kjo 1000 muaj parafërsisht i bën 83 vite e 4 muaj diçka kështu. Pra më e mirë se sa një jetë njeriu. Një natë është më e mirë. Kanë thënë ulemat se adhurimi, ibadeti që bëhet këtë natë është më e mirë se sa 83 vite 4 muaj. Imagjinoj se çfarë vlerë dhe çfarë mirësijet dhe çfarë dhuratet i ka dhënë Allahu këtij ummeti që për një natë me fitu më shumë se sa një jetë njeriu. Dhe tregohet shkakun dhe sebepin e zbritjes së këtij ajeti apo kësaj surës Kadr është rasti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka treguar sahabeve për një person prej Beni Israilve që kishte luftuar 1000 vite në rrugt të Allahut pa ndërprerje, do të thonë luftu vazhdimisht, edhe sahabët duke qenë njerëz që e donin shumë sevapin, e donin shumë mirën, një farë mënyrë ja kanë xhelozi atij që ka pas mundësi me bë kaq shumë të mira me luftu 1000 vite, 1000 muaj në rrugt të Allahut pa ndërprerje. Dhe pejgamberi sa kur e pa atë gjendjen e tyre, tha ja Rab, ummetit tim i ki dhanë kohë të shkurt në krahasim me ummetet e tjera, se ummetet më para kanë jetuar gjatë, për shembull kanë jetuar 1000 sa vite. Edhe Allahu Azza wa Jalla zbret pikërisht këtë surën Kadr, ku ndër tjera i thot se Lejletul Qadri khairun min alf shahr,
Nata e 4 veç një natë, nata e 4 është më mirë se sa 1000 vite luftë e atij që ka luftuar në rrugt të Allahut. Pra është mirësi e jashtëzakonshme. Në këtë natë të mrekullueshme, të jashtëzakonshme, bëhen mysafir në tokë një numër i jashtëzakonshëm i melaikëve. Me nkry melekun më të madh Xhibrilin. Siç ka thënë Allahu në surën Qadr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Në këtë natë zbresin, ka thënë melaiket me Xhibrilin për çdo çështje. Dhe në lidhje me këtë, pejgamberi s.a.s. ka transmetime të ndryshme, prej tyre tregon se numri i melaikëve që zbret në natën e Kadrit asa numri është sa numri yjeve në qiell. Ka transmetime tjera sa gurte zallit në tokë. Ka transmetime të ndryshme që tregojnë se sa i madh është numri i melaikëve që zbresin në këtë natë. E ka tregu ka transmetime që tregojnë se si ndodh kjo. Për shembull, një prej sahabeve, mos u gabosh, Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu tregon se natën e Kadrit Allahu Azza wa Jall e ordhon Xhibrilin, i cili qëndron në Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, kanë thënë ulemat, është për kufiri i dunjës dhe ahiretit, ku pjesa sipër e saj është në xhennet, e pjesa poshtë është poshtë kursisë Allahut Azza wa Jall. Edhe aty në mes saj ka thënë qëndron Xhibrili dhe gjithandaj ka melaike që i bajnë adhurim Allahut Azza wa Jall. E natën e Kadrit Allahu Azza wa Jall thot Xhibrilin dhe thot merrja ata melaike dhe zbritin tokë. Zbresin tokë me nkry Xhibrilin, pra një numër i jashtëzakonshëm, dhe ndër tjera tregohet se këto hyjnë në çdo shtëpi, në çdo vend, përveç në ato vende ku ka skulptura, statuja, ku bëhet shirk, në vende ku ka harame, në mejhane, ku ka alkool kështu me radhë. Pra hyjnë në çdo shtëpi muslimani të pastër, që është e pastër prej këtyre gjanave, dhe gjithashtu thuhet se Xhibrili i përshëndet besimtarët të gjithë me dorë. I përshëndet ju jep dorën, është shumë interesant, dhe kanë thënë prej shenjave të përshëndetjes së Xhibrilit është rrënqethja e trupit, zbutja e zemrës, lutimi i syre, ka disa shenja që tregojnë për atë kontakt të Xhibrilit në përshëndetjen e tij me besimtarët. Duke qenë një natë e tillë, Allahu thot për të selamun hiya hatta matla'il fajr, është paqe deri në agim. Është nata që më shumë të njerëzit janë të përkushtuar për Allah, me bë ibadet. Shumica e njerëzve nuk flajnë hiç natën e Kadrit. Ne jemi dëshmitar, për shembull, se ka edhe jo musliman që natën e Kadrit agjërojnë. E kanë marrë veç sa e rëndësishme, agjërojnë. Unë jam dëshmitar vet i kohës kur isha në Durrës, për shembull, në një prej xhamive të Durrësit, jo e madhe, xhamia tjetër, xhamia Fatih mos u gabosha, kam pa aty natën e Kadrit njerëz me kryqe që vinin me puth Kur'anin. Jo një, po disa, subhanallahu, e thot Allahu Azza wa Jall për shkak të përkushtimit të madh që njerëzit kanë ndaj tij këtë natë, selamun hiya hatta matla'il fajr, është paqe, domethënë, dhe qetësi deri në agim. E kanë thënë shejtani është më i dobët se asnjëherë tjetër gjatë gjithë vitit, pikërisht në këtë natë, në natën e Kadrit. Tjetër, ka e shkurt inshallah, pa dashme në zjatë prej specifikave të kësaj është se në këtë natë ju falen gjunahet atyre që këtë natë e kalojnë me adhurim. Ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet natën e Kadrit me iman, me besim dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, i falen gjunahet e kaluara. Alhamdulillah, pra është ndër tjera nata e pastrimit prej gjunaheve për ata njerëz të cilët e kalojnë me adhurim, me ibadet. Kjo natë prej cilësive të saj është e fshehtë. Atë dhe shpysje, pra, dhe di që i fundit ka një rëndësi të veçantë, por thotë që është e fshehtë. Pse? E cila është urtësia ose cila është ajo arsyeja pse kjo natë është e fshehtë? Urtësia e kësaj është për të mirën e ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për të mos i bërë dembela ata që me prit vetëm atë natë edhe me bëjnë ibadet dhe adhurim vetëm në atë natë. Por në këtë formë, duke qenë e fshehtë, ata muslimanët janë gjithmonë në kërkim të saj. Nuk e din a është kjo natë apo është ajo natë, edhe pse ka shumë transmetime se kjo natë është në 10 ditën e fundit në netë tek.
në netët tek të 10 ditëve të fundit, 21, 23, 25, 27 apo 29. Edhe kështu që musliman nuk e din, duke mos e ditë, ata janë vazhdimisht në kërkim. Në kërkim pra duke bë punë të mira, duke bë adhurim. Kjo është prej mirësive që e ka shprehë dhe pejgamberi sa kur i ka thënë ka dalë mi u tregu muslimanëve se e ka ditë kur është nata Kadrit, Allahu ja ka bë me dije, ka dalë mi u tregu muslimanëve se kur është nata Kadrit, i ka gjetë 2 musliman duke u grinë njëri me tjetrin. Ndaj u ka thënë shokëve, unë dola t'ju tregoj se kur është nata Kadrit, por gjeta filanin dhe filanin që po grindeshin dhe duke u marrë me ata mu morë dija se kur është nata Kadrit, po inshallah kjo i thotë është më mirë për ju. Inshallah është më mirë për ju. Kërkojeni atë në netët tek të 10 ditëve të fundit, thotë pejgamberi. Pra shpreha kjo është më e mirë për ju, është më e mirë sepse ishin bërë dembele, kishin pritur atë natë, kurse kështu e kërkojmë. Në lidhje me këtë shqetësinë e natës Kadrit, thamet që ka transmetime që më shumë t'i merren për bazë, që janë në netët tek të 10 ditëve të fundit, por të mos harrojmë se ka edhe transmetime që mund të binë edhe net çift. Ka transmetime që mund të jenë krejt Ramazanin, siç ka edhe mendime që mund të jetë krejt vitin. Po kjo është mendimi i dobët për shkak se Allahu ka treguar qartë se nata Kadrit është në Ramazan, kur thotë shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pra, muaji Ramazan është muaji në cilin ka zbrit Kurani. Kur ka zbrit? Natën e Kadrit. Që ky mendim që mund të jetë gjatë gjithë vitit normalisht nuk është i saktë. Kurse ka pra mendime tjera se mund të jetë gjatë krejt Ramazanit, prej në fillim deri në fund, nuk dihet. Mund të jetë edhe në çift. Ka transmetime që ka qenë për shembull në natën 24, që kanë pa sahabët. Dhe po ajo që më shumë ti është e pranuar, domethënë që mund t'ia qelloj nata Kadrit është pikërisht në 10 ditën e fundit në netët tek, sidomos në natën 27. Natën 27, Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Arsyeja e natës 27, apo është specifik veçantë? Ka transmetim veçantë për këtë, ku Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu ka pan ëndër. Për atë, jo atë më kanë pa disa sahabë tjerë, dhe Ubej është betu dhe ka thënë pasha Allahun unë e di se kur është nata Kadrit, është betu, është hadithi sakt Buhari dhe Muslim, thotë unë pasha Allahun unë e di kur është nata Kadrit. Ajo thotë është ajo natë që pejgamberi sa na ka urdhëruar me fal shumë namaz. Dhe ajo thotë është nata 27 e muajit Ramazan. Kjo është transmetimi i veçantë për këtë. Prandaj ata e kanë vendosur 27-ën nga që anon. Nga ana tjetër, ulemat thonë edhe këtë se nata Kadrit lëviz nga viti në vit. Nuk është çdo vit njëta natë. Për shembull, nuk është 27-a, mund të jetë një vit 27, një vit tjetër 25, një vit tjetër 24. Pra kanë thënë se lëviz. Ibn Hajeri për shembull thotë se nata Kadrit është e lëvizshme. Çdo vit lëviz. Nuk dihet, domethënë. Allahu e ka fshehur me urtësinë e tij që muslimanët vazhdimisht përpiqen dhe të përfitojnë sa më shumë duke e kërkuar. Për me kenë sa më të sigurt, atëherë ta kërkojnë çdo natë edhe ditët të fundit, pa marrë parasysh net teke apo net çiftet, jemi në kërkim të Allahut të mirësisë së Allahut Azza wa Jall që ka fshehur pra pikërisht në këtë natë. Kjo natë e veçantë, e madhe, e begat, siç edhe e përmendet më sipër tek veçoritë e natës së Kadrit, a ka shenja të cilat e dallojnë aty nga netët tjera të mëparshme ose nga netët e mëvonshme? Patjetër. Dhe si duhet t'i dallojnë? Patjetër. Na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nata e Kadrit ose thënë ndryshe mëngjesi i natës së Kadrit është ndryshe nga mëngjeset e tjera. Ka thënë dielli lind pa rreze, jo si zakonisht. Ndërsa vetë ajo si natët është e qetë, me fllad, as shumë e ftoftë, as shumë e nxehtë. Dhe kam pa transmetime interesant lidhje me këtë, kur tregohet se kur Xhibrili në fund të natës, do të thënë kur është duke lind dielli, ngjitet i pari para me lajkëve të tjerë dhe hap dy krahët e tij të gjelbër dhe e nxen dritën e diellit, rrezet i pengon. Pastaj i thret me lajkët e tjerë që edhe ata shkojnë pas tij dhe të ngriten tek vendi i tyre. Kështu ishte një mendim ose një transmetim interesant që krahët e Xhibrilit e pengonin rrezet e diellit. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu ka thënë se mëngjesin e asaj nate dielli lind pa rreze. Që njerëzit mund ta dallojnë këtë dhe lehtësisht ne kemi vazhdimisht po thosh çdo Ramazan sinjale të tilla që tregojnë se e kemi pa sot ka lind dielli pa rreze, kështu mund shifet, domethënë
ka të lehtë ajo punë. Alhamdulillah, mirësi e jashtëzakonshme. Duke qenë se kemi ardhur tashmë në fundin e minutazhit që kishim në dispozicion, përpara se ta mbyllim, unë do doja për jush, cili është mesazhi juaj për të gjithë besimtarët musliman, për të gjithë ata të cilët na ndjekin nëpër rrjetet sociale. Unë do t'ju bëja thirrje krejt muslimanëve pa dallim, burra, gra, 30 vjetër, shfrytëzojeni në maksimum këtë muaj, çdo ditë, çdo moment, çdo sekond, sepse është më shumë vlerë. Ka thënë Hasan el Basri, thot se Ramazani është mejdan në të cilin muslimanët bëjnë gara në adhurime. Dhe thot ka fitu ai që ka dali pari dhe ka humbaj që ka mbet mbrapa. E ne do të mos janë prej atyre që jena para, inshallah. Pra, të mundohemi maksimum me fitu, sepse ka mirësi të jashtëzakonshme. Ne kemi thënë disa, krejt pak, në krahasim me ato që ka ky muaj, sidomos kjo natë. Dhe të mos harrojnë që natën e Kadrit ta bëjnë shumë duan që ja ka sugjeruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishës radhiyallahu anha dhe nëpërmjet saj krejt neve. Kur e ka pyetur Aisha radhiyallahu anha, i ka thënë ja Rasulullah, nëse unë arri natës së Kadrit, çfarë lutje të bëj? E ka thënë thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zoti i falës, e don faljen, prandaj më fal mua. Ta bëjnë sa më shumë këtë dua dhe dua tjera dhe e lutim ne Allahun azza wa jall që të na falin, të na mëshiroj dhe të na i dhuroj mirësitë dhe bereqetet e shumta të kësaj nate. Amin. Amin. Allah ju shpërblet me të mira. Unë personalisht përfitova nga mesazhet tuaja, nga dia juaj, nga ato argumentet që na përcollët. Shpresoj që edhe teleshikuesit tanë, edhe ato që na ndjekin të përfitojnë nga ky program. Duke mos dashur të zgjatëm më tepër, unë ju la në amanet të Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.